Forcat ajrore amerikane quajnë atë Franken Jet, një aeroplan luftarak që nuk detektohet nga radarët e bërë nga pjesët e dy F-35 të shkatruar në aksidente, që tani është në detyrë dhe gati për luftim. Franken Jet është plotësisht operacional dhe i gatshëm për të mbështetur luftarin në fushë betejë. Aeroplani luftarak i ricikluar ka origjinën e tij në vitin 2014, kur një F-35A gati të ngrihen në një mision stërvitor nga baza ajrore Eglin në Florida, pësoi defekt. Në vitin 2020, pajisja e uljes së hundës në një tjetër F-35A, i njohur si AF-211, dështoi në uljen në bazën ajrore Hill në Utah, duke rezultuar me dëme të rënda në atë aeroplan. Kështu, forcat ajrore mbeten me dy pjesë të përdorshme prej $75 milion të aeroplanëve luftarak, hunda e AF-27 dhe pjesa e pasme e AF-211. Në vend që t'i cilësonin të dy aeroplanet si humbje, ekipet morën një vendim të guximshëm në vitin 2022 për të hequr hundën nga AF-27 dhe për ta vendosur atë në AF-211 për të rritur kursimet dhe për të shtuar një aeroplan operacional në flotë.